antari NATO-s, me ta kemi bo strategjin. Me ta kemi bo strategjin. Ata e din mas mirti çka i nevojitet ushtrisë të Kosovës që nesër, fillimisht me qenë në partneritet për paqe dhe pastaj antari NATO-s. Sepse antarësimi NATO është edhe garantim i tërësisë territoriale, integritetit dhe sovranitetit të Kosovës. Edhe është prioritet i prioriteteve. Kemi rreth 15 minuta deri në fund. Të shfrytëzojmë, profesor Zoti Kajtazi. Zoti Hamza, jemi në garë për zgjedhjet parlamentare, por natyrisht këtu është gara në fakt kur shëllhet qeverinë, me një shumicë parlamentare. Por mos harrojmë se marsin e kemi shumë afër. Dhe kemi çështjen e presidentit. Në llogaritje numrash, neve na duhen 80 vota në kuvend për korum. Në llogaritje numrash, natyrisht, edhe me dhënat që marrim her mas here me sondazhe kështu, mund t'jetë pak pick, si me thonë çështja e presidentit. Do të shkoni ju me partnerët e koalicionit në një marrëveshje për ndarje të pozita për fshirat të presidentit, sepse krye parlamentarit, nëse vetëvendosja është e para, ju takon atyne, apo do të shkoni me verzionin e një kandidati konsensual, konsensusin e të cilit nuk e do vetëvendosja, se e ka dëshmu tashmë se nuk janë për konsensus, por janë për ndarje dhe polarizim, apo keni figurat të caktuara, të cilat besoni që mbase as vetëvendosja nuk i refuzon, si që është ta zëm Murat Jashari që përmendet shumë, apo në një verzion më të keq Vjosa Osmani për një mandat tjetër, duke pas parasysh se nga partia e saj e themeluar prej saj, mund t'jenë një 5-6 deputet të ardhshëm në legjislaturën e ardhshme. Të pas për bazë mungesën e stabilitetit politik. Damat që ju kanë shkaktu venit, vakumin institucional, situatën e cila krijohet në rast të mos konstituimit, mos formimit të qeverisë në një kohë të arsyeshme, të shpejt, çështja buxhetit. Kjo duhet më na bëjë më serioz, më të përgjithshëm, edhe reflekton çdo që po thojmë bashkë përpara. Kjo bashkë përpara nuk ne kupton, hajde tonë bëhemi njëjtë. Mirë po, unë edhe Partia Demokratike e Kosovës do të bëjmë maksimumin që të konstituohet në afat shumë të shpejt kuvendi i Republikës të Kosovës. Përputhje me kushtetutën, rregulloren e punës të kuvendit, legjislacionin në fuqi. Ashtu qysh janë të përcaktura. Pa vonesa. Jo ma do kundërshtuar ndonjë kandidat si që ndodhë në Albulena Azhiu në... Pa vonesa. Në rregull. Pa vonesa. Dhe nuk insistoj, nuk kërkoj, nuk dëshiroj, jam kundër asajna që të ndërlidhet çështja e formimit të qeverisë me zgjedhjen e presidentit. Konstituohet kuvendi, formohet qeveria, përpilohet buxheti, përgatitet, procedohet, aprovohet buxheti, asnjëherë. Rriten pagat, mos harro se ki premtimin e dy. Amo, shiko, rritja e pagave duhet më reflektu në buxhet. Natyrisht. Nuk te one nuk me ndodh shpërndarja parave paraprakisht pa qenë pjesë e buxhetit. Se ashtu e kërkon ligji. Atë ke fundit aprovimi i buxhetit është kompetencë e kuvendit. Pra. Nuk mund të ndërhyjë qeveria në kompetencë të kuvendit. Të përgatit e procedon, po buxhetin e aprovon kuvendi. Dhe zgjedhja e presidentit s'ka qenë kur te me letë. As në kaluarën, sigurisht se s'është as tash, por ne do t'i bëjmë gjitha veprimet që mos me bloku vendin, mos me vazhdue vakumin institucional, mos me prodhu situatën që edhe njëherë vendi me shkun zgjedhje. Dhe këto dy çështje duhet me qenë ndara. Gjithmonë, kur ka pas vullnet, pavarësisht që s'ka qenë lehtë, është gjetë një formulë që është zgjedh presidenti apo presidentja e vendit. Prandaj, qëndrimi jam sekretari PDK-s, kandidat për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës është konstituimi i kuvendit, në afat sa më shkurt mundshëm, zgjedhja e qeverisë pa vonesa, procedimi i buxhetit, aprovimi i buxhetit, zgjedhja e presidentit apo presidentes pa ushu në emra. Qysh
nëse nuk janë 80 vota në kuvendin. Nuk kanë qenë... A di pse po e shtroj këtë çështje, zoti Homza? Më falë nëse... O shumë praktike. Unë po e shtroj këtë çështje, sepse kemi një parti politike, e cila në të kaluarën kur është votu për president brenda, jashtë është sulmu kuvendi edhe me zjarë, edhe me molotov, edhe me gur, edhe me mjetet ma të ndaluara të mundshme. Dhe tani, kjo parti politike që unë shpresoj angazhohem çdo ditë që të mbetet në opozit, pra të lirohet veni prej kësaj praktike tepër të keqe dhe të dëmshme, i kujdesshëm isha këtu, pse muj me llogarit në një konstruktivitet të një subjekti politik e cila nuk e ka problem pse ja fut kuvendit zoll. Citojmë të e thonë. Po i presum numrat,